Mirdita, armiku më i egër i individit, i njeriut, është ai që i dhunon votën dhe fjalën e lirë. Ndaj dhe përpjekja jonë për të ndriçuar në çdo aspekt veprimtarinë kriminale, armiqësore, poshtruese të narkoregjimit të Edi Ramës dhe personalisht atij nuk do ketë të rreshtur. Nuk ka armik, edhe njëherë, më të egër për njeriun se sa ai që nuk të lejon të votosh, të kontrollon vullnetin dhe të kontrollon fjalën e lirë. Në këtë kuadër, vazhdon dhe do vazhdoj përpjekja dhe betejë jonë gjerditën e rikthimit të votës së lirë të shqiptarëve. Gjithnjë më shumë po ndriçohen të vërtetat e farsës elektorale të 11 majit. Përsëri, mediat e kontrolluara nga qeveria përpiqen me të gjitha mënyrat që të sfumojnë, që të erësojnë këtë zhvillim dramatik në historinë e Shqipërisë. Nuk lanë tezë pa nxjerrë se cila më bajatës është se tjetra. Shkojnë gjerë në absurditete, të atilla sa zgjedhjet i vodhi qeveria, po tani lufta në lidhjen e mesme do të shpërqendrojë vëmendjen dhe interesin për këto zgjedhje. Shkohet gjëra aty. Sa në një kohë kur mediat më të mëdha të botës pikrisht në kulmin e atij konflikti damkosin Edi Ramën si Ramaduro. Televizione private kombëtare të kontrolluara nga Edi Rama publikojnë editoriale në të cilat përpiqen dhe këtë ta mbrojnë. Nuk ndodh kur që një medie botërore, siç është Fox apo dhe të tjera, të pranojnë tituj të cilët nuk qëndrojnë. Ndaj dhe më duhet t'i them zonjës Vjollca Hoxha që merret me këto editoriale, para se të sulmosh Foxin dhe autorët, kontrollo më mirë rregullat që ato përshtasin në publikimet e tyre. Nuk ka, është të vërtet që çdo shkrim ka një autor, por titulli nuk i imponon dot kurrë një medie botërore në qoftë se ai nuk qëndron. Dhe unë me këtë rast e konsideroj një zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm. Pas denoncimit të karteleve të drogës nga Departamenti i Drejtësisë Shteteve të Bashkuara, vjen rradha tani një medie e pavarur, se nuk them se është shtetërore, Fox News, e klapos Edi Ramën si Ramaduro i Europës. Por e vërteta është se Edi Rama
me Nikola Maduron janë në garë dhe në disa aspekte Rama i ka edhe me të zeza. Ndaj dhe vazhdon beteja jonë